Një vatër zjarri u regjistrua mes ditën e kësaj të hënë në kodrat e fshatit Sherisht në territorin e Bashkisë së Vlorës, duke shkaktuar shqetësim tek banorët e zonës dhe dëm në ullishtet përreth. Flakët janë prapur me shpejtësi për shkak të erës dhe terrenit të vështirë, duke rrezikuar sipërfaqe të tjera me ullinj dhe zona të pyllëzuara. Sipas informacioneve zyrtare, zjarri është konstatuar rreth mesditës në një zonë kodrinore mbi fshatin Sherisht. Fillimisht flakët kanë përfshirë bimësi të thatë dhe shkure, por për shkak të erës, ato janë prapur shpejt drejt parcelave bujësore të banorëve të zonës. Si pasojë e përhapjes së flakëve, disa rrënjë ulliri janë djegur, ndërsa sipërfaqe të tjera me ullinj mbeten të rrezikuara. Terreni i vështirë dhe prania e erës ka vështirësuar ndryrjen e shpejtë për izolimin e vatrës së zjarrit. Flakët kanë vazhduar të përparojnë në disa drejtime, duke krijuar rrezik për përhapje të mëtejshme në parcela të tjera bujësore, por edhe në zonat me pyje që ndodhen pranë fshatit. Menjëherë kanë mbritur shërbimet e forcave zjarfikse, të cilat kanë nisur punën për shuarin dhe izolimin e vatrës së zjarrit. Ndërhyrja është zhvilluar në kushte të vështira për shkak të terrenit, por edhe të erës. Ndërkohë edhe banorët u angazhuan gjithashtu për të ndihmuar kontrollin e situatës, duke u përpjekur të mbrojnë parcelat e tyre dhe të shmangin prapjen e zjarrit drejt ullishteve të tjera. Nuk raportohet për rrezik të drejtë për drejtë për banesat, por autoritetet e shërbimit zjarfikës kanë ndjekur nga afër situatën për të parandaluar çdo përshkallëzim të mëtejshëm. Shkaqet e rënies së zjarrit nuk janë bërë të ditura ende, ndërsa pritet që pas neutralizimit të plotë të flakëve, të nisë edhe verifikimi nga autoritetet për të përcaktuar edhe origjinën e tij.